Pas 5 ditësh mungesë, nis furnizimi me ujë një pjesë të qytetit Florës, aktualisht zona e Lungomarës, me mbritjen e pajisjeve të porositura në Turqi gjatë natës, dhjetra punonjës të sjelljes kanalizimeve punuan për riparimin e tubacionit kryesor. Pajisja është instaluar vetëm mëngjesin e sotëm, ku nisi edhe furnizimi i depove. Pajisja do të hyjë gradualisht në punë me kapacitet të plotë edhe për shkak të testimeve të herpastërshme që bëhen. Kryeministri Rama mban sot rreth orës 11 konferencën e fundvitit me gazetarët, ku pritet që të bëjë një pasurim të zhvillimeve kryesore të 2025-s dhe prioriteteve të qeverisë për periudhën në vijim. Në fokus të konferencës përshtyp pritet të jenë çështje të rëndësishme si ekonomia, turizmi, investimet infrastrukturore, po ashtu kryeministri pritet ndalet edhe në çështjen Balluku. Policia e Tiranës ka hartuar një plan masash në kuadër të ndrimit viteve me fokus garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Po ashtu të ketë pika fikse të kontrollit në hyrje dhe dalje të qytetit, si edhe shtimin e patrullimeve të lëvizshme me qëllim parandalimin e veprimtarive të palishme dhe rritjen e sigurisë. Nata e ndrimit viteve do të jetë e ftohtë dhe me ngrica. Anira Gjoni, specialiste e Institutit të Gjeoshkencave, thotë se temperaturat në zonat malore do të shkojnë deri në -9°C, moti ftohtë do të vijojë edhe në 2 ditët e para të janarit, 2 ditët e para të vitit 2026.